Kush do ta rindërtoj Sionin? Le të shohim Psalmin, kapitullin e 102, vargun e 16. Kur Zoti do të rindërtoj, çfarë do të ndërtoj ai? Sionin. A nuk do të thotë rindërto të ndërtosh përsëri? Le ta shqyrtojmë me kujdes kuptimin e fjalës rindërtoj. Kjo tregon se nuk është themelimi fillestar, por rindërtimi i Sionit që dikur u shkatërrua. Bibla angleze e përmend qartë fjalën rebui. A nuk është re, një parashtesë e përdorur me kuptimin përsëri për të treguar përsëritje? Sioni dikur ishte themeluar, por u shkatërrua nga një sër ngjarjesh. Megjithatë, Perëndia do ta rivendosë Sionin përsëri. Prandaj Bibla shkruan, Perëndia do ta rindërtoj Sionin. Është shkruar, kur Zoti do të rindërtoj Sionin dhe do të duket në lavdinë e tij. Atëherë, nga një këndvështrim profetik, vetëm kush mund ta rindërtoj Sionin? Le të supozojmë se kjo ishte pjesë e një skenari për një dramë ose një film. Pastaj, sipas skenarit, kush do të shfaqej dhe do të rindërtonte Sionin? Vetë Bibla është një libër profecish. Gjithçka duhet të përmbushet sipas kësaj. Prandaj, për të përmbushur këtë profeci, Perëndia duhet të vijë dhe ta rindërtoj Sionin. A nuk mund të themi se vetëm vendi ku Perëndia themelon është Sioni i vërtet? Çfarë thuhet në Zbulesa, kapitulli 5? A ka njeri në qiell, në tokë apo nën tokë që mund të hapë librin ose të shikojë brenda tij? Asnjë. Atëherë, kjo do të thotë që interpretimi i saktë i 66 librave të Biblës nuk mund të jepet derisa të vijë Perëndia. Pavarësisht se sa studiues të Biblës dalin me teori të ndryshme dhe krijojnë të gjitha llojet e sistemeve, ne kur nuk mund të shpëtohemi nga teoritë ose sistemet e tyre. Duhet të jetë në përputhje me vullnetin e Perëndisë.